kom nisë prej babës me 2 lëp, 3 lëp, edhe kom rrinë dikon teri në 50 kreri kom pas, që një vetë jem detyru me shit ato. Amo me tashti, ina konë, në vullnet të malë kena posë si familje edhe si krejt, me punu. Po, jena lëvëll mo, jena lëvëll. Abden, jena lëvëll me rana, sët nesër mas nesra. Ali Halimi nga fshati Myzeqin ka refyer për insajderin se është detyruar të shes 48 krerë bagëti. Sipas tij, ky vendim nuk ishte i lehtë pasi lapët përbënin burimin e vetëm të ardhurave për familjen. Megjithatë, ai ka thënë se mungesa mbështetjes nga Ministria e Bujqësisë e ka detyruar ta marrë këtë hap. Po, unë siri kom fillu një aktivitet me bujqësi dhe mbledhëri dhe kom nisë prej babës me 2 lëp, 3 lëp, edhe kom rritë dikon teri në 50 kreri kom pas, që një vetë jem detyru me shit ato. Për shkak da kushteve që mu kanë bon da pa drejtësi të mëdha, edhe kom po që s'po muj me gjithë vetin atë, se drejtësia po mungan. Tash unë i kom lanë veç 2 lëp, janë mështira sefte që janë shtu. Për nevoja familjare për nevoja familjare, se prindi nuk mund me nejtë pa to. Pa i pobelëm 2 ose 3 këto në bërë, nuk mund me nejtë. Kjo ka në firma, me thënë ashtu në cilën i keni mbajt ato? Unë e kom paramenu kështu heq, më kon këto. Unë e kom paramenu që kër i kom bo këto shumë, kom paramenu edhe i kom bashku të parcelat tokës në fillim fshatit Myzeqin, edhe i kom nërru me një kushëri, i kom nërru edhe me dikan i kom bo parcelat për bashta. Edhe për me fillu atë me bo një shtallë të male, një fermë të male. Po, kom apliku në Ministritë Bujqësisë një 3 ose 4 herë, edhe i ka orë që vetë pas viti me përsërit. Po, Ministria Bujqësisë një herë së më ka këthy kur gjaheq, dikura ka fillu më këthy negativ. Baden, me se jam shku shumë herë, tani kom njoft njerës të aty, e kom po sene që shpërshkujnë, tani mas i mellës mi ka këthy që negativ. Po, pse negativ, ish ma ka shumë negativ, nuk pranuhen këtu. Do s'ka tregu nëse i ke plotësu kriteret, ose jo veç ka thënë që si e përfitus? Unë jam i bindën që kriteret i kom plotësu krejt. Se më aty shkruan që 10 lëp, 10 krerë e përpjet i fiton. Edhe tashti aty ashkon me 60%, ashkon me 50%, ato kuptuat që shkruajnë aty letrat krejt janë, edhe ma ka këthuj negativ. Për cilën periudhe ki fjallën? Dikon në periudhen 2018, se 2016 unë i kom bon që të sene kejtë, sa kom rrinë 2019, 2020, 2021, 2022 në rrenë, apë të në kom apliku. A keni fitu tash 2025 në që ka apliku? A ke fitu subvencionin? Qëfar përgjigje keni marë? Muhe më kanë thonë që ta kena që një mail, po unë nuk fesha, apë të në konfirmimin që subvencionet të kanë lëshu. Unë pak një pjesë më kanë lëshu, po aja shumë pjesë e vogël. E pjesa tjetër, po më thujnë për 2 ditë, për 3 ditë i qesëm, kër shkuva dje më kanë, kështu edhe më shku pak rept, në ashta, është këtë që kom shku ashtu, po jena lëvëll mo, jena lëvëll. Abden, jena lëvëll me rana, sët nesër mas nesra, tashti jena dalë veç kënë në qetërin vetë, edhe tashti bugjeti i 2025-ës, thanë që o shpenzo. Nuk kena bugjet. Jo, ato qëllat kanë thonë nuk mundi mi marrë jo, të sot aprovohet bugjeti i 2026. Tashti të me thonë me marrë bugjet në 2026, e me bo pagesa 2025, unë si fermer, s'po mëj me po në regull që të punë. Aktualisht do me thonë nuk e din kur mundesh me marrë përqindjen e aty në subvencionet që e ka fitu. Sa përqind kanë mejt me i marrë, sa të holla duhet me ti qitë? Ka mejt dikon 60%, dikon janë me një 6.000 dishka jarë. Prej kësaj puna, mbani ju familjen apo... Po, na edhe babgjyshi, edhe baba, edhe one, na punë shtetit kur një jetë si na konë. Kur, na bëllëm për babgjyshin së mëj me full, sa ja konë super foqi me qitë punë. Mëj me thonë që super foqi ju konë. Amo me tashti, na konë, në vullnet të malë kena posë si familje edhe si krejt me punu. Po tashti mungesa e qëtën e senëv që mjetët nuk po vinë, edhe tashti janë fëtuv krejt. Unë e djallin e kam që tashti 20 vjetë. Edhe ashtë në fakultet mjekësijës në Prishtinë.
ai teri para 2 dite ose para 3 dite ka liveru me traktor edhe u pastru edhe shku në fakultet. Edhe ashtë në punë të Ibrahimi Petrell. Po që tashti i ka hu vullneti krejt, s'po mundet, bo thëtë ba, po shka me dollën e me punu në ora e sene, se kur po vjen qmimi i grunit, Ministria pe cakton 17 cent. Deri sa pe ban grumullimin krejt, edhe tani kur po bëhet grumullimi krejt, bizniset që po jam tafar me këta ministrin, për rritin qmimin për bojnë 25 cent.